Subvencione të tjera për qendrën e trajtimit të studentëve, ndërsa institucioni vijon të prodhoj humbje. Qendra e trajtimit të studentëve në Vlorë vijon të mbështetet financiarisht nga Bashkia Vlorë përmes subvencioneve, pavarësisht se prej vitesh institucioni rezulton me humbje. Dokumentet zyrtare dhe transaksionet financiare tregojnë se Bashkia Vlorë ka kaluar 2 pagesa të tjera me pretendimin se fondet shërbejnë për mbulimin e humbjeve të qendrës së trajtimit të studentëve. Sipas dokumentacionit, 2 faturat janë kaluar në të njëjtën datë, më 19 qershor 2026. Njëra prej tyre është në vlerën 324.596 lek, ndërsa tjetra në vlerën 311.846 lek. Të dyja lidhen me subvencionimin e qendrës së trajtimit të studentëve për muajt mars dhe prill, me qëllim mbulimin e humbjeve të institucionit. Skema e financimit ngre pikpyetje edhe për mënyrën se si kalojnë fondet, pavarësisht se parat përfundojnë tek qendra e trajtimit të studentëve. Në dokumentacion rezulton se përfituesi i pagesave është Vlora Parking. Kjo nuk është hera e parë që Bashkia Vlorë kalon fonde për këto institucion. Prej vitesh, qendra e trajtimit të studentëve rezulton të ketë probleme financiare dhe të prodhoj humbje, pavarësisht të ardhurave që krijon nga aktiviteti i saj. Qendra administron edhe një hapësirë parkimi për të cilën qytetarët paguajnë, ndërsa një tjetër burim të ardhurash janë pagesat që kryen nga studentët për qëndrimi në godinat e saj. Megjithatë, këto të ardhura nuk kanë mjaftuar për të shmangur humbjet dhe nevojën për subvencionim nga pushteti vendor. Më herët, Blu Televizion ka bërë publike edhe gjetjen e një raporti të kontrollit të lartë të shtetit, ku evidentoheshin problematikat financiare të këtij institucioni, përfshirë detyrime të papaguara ndaj sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, si edhe detyrime të tjera. Tashmë dokumentet e reja tregojnë se skema e mbështetjes financiare vijon edhe gjatë vitit 2026, me Bashkinë Vlorë që ndërhyn sërish për të mbuluar humbjet e një institucioni që, pavarësisht aktivitetit dhe të ardhurave të tij, nuk arrin të dalë nga situata e deficitit.